kur shikon që ke edhe një përkrahje që thua që mendojnë njerëzit që nuk jemi kundra gjithë popullit, se populli na përkrah, po jemi vetëm kundra regjimit. Pra, prandaj dhe kjo i jep dhe fuqi edhe njerëzve dhe presidentave, kryeministrave tonë që të vazhdojnë edhe këtë sulm deri sa të arrijnë si i thonë, rezultatet e tyre. Keni kontakte të tjera me qytetarë shqiptar? Kanë shfaqur ata probleme? Unë kam njoh shumë persona shqiptar këtu. Probleme nuk kam dëgjuar që ka pasur, thjesht është ajo, si sa thash, është ajo frika se janë me kalamajt friksohen kur dëgjojnë sirenat gjithmonë ose kur dëgjojnë zhurmat e raketave që flasin në ajër se dëgjojnë sikur janë mbi kokën tonë. Dhe kjo është i gjithë problemi me kalamajt më shumë, domethënë nga friksimi kur fillojnë i qajnë e bëjnë. Po problemet të tjera nuk kam dëgjuar që kanë hasur. E përjetojnë fëmijët? Po fëmijët e përjetojnë edhe nuk është ndjenjë. Kjo nga ana është gjë më e vështirë faktikisht. Që pse fëmijët duhet mësojnë edhe të jetojnë me sirena dhe me alarme dhe të shikojnë që mund shpërthehen, mund njerëz humbin jetën e tyre nëpër luftra. Edhe kjo nuk është gjë e mirë. Si arrini t'ja shpjegoni, Gjergji? E vështirë, thjesht themi që ka njerëz që nuk na duan edhe ne mundohemi ta mbrojmë veten derisa të arrijmë në pikën e sigurisë, që kemi mundësi të sigurojmë jetën tonë, domethënë. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë, nuk e di nëse ke diçka tjetër për shtuar apo një mesazh. Mesazh, njerëzit shikojnë se gjoj shumë, edhe shikoj shumë njerëz, domethënë që flasin gjëra të ndryshme, akuzojnë njerëz, edhe shtete dhe persona që pa ditur, pa qenë në ndjenjë të gjërave, edhe informohen më mirë përpara se të japin mendimet e tyre çdo lloj personi. Se është vështirë të dëgjosh që Izraeli po bën gjenocid edhe po mundohet të marrë lloj arsyesh, të marrë tokat, të marrë pasurinë, edhe nga ana tjetër ne thjesht kërkojmë qetësinë tonë që mos lëshojnë raketa, mos lëshojnë predha, mos bëjnë akte terrorizmi të vrasin njerëz. Gjitha kjo është që kërkojmë si përfundim. E qartë, unë të falenderoj shumë. Me gjithë qejf. Faleminderit. Të uroj ditë të mbarë dhe uroj të jeni mirë. Ditë të mbarë dhe ju që të gjitha. Mirë, ne në këto momente do të shkojmë në hapësirën publicitare, do të